Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, mirësitë, bekimet, mëshira e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ecin, ndjekin dhe vazhdojnë në rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundso vepra të mira, e sa ti jemi gjallë na furnizo me furnizim të pastër dhe halal. O Zot, na mëso atë që na bën dobi, e na bëj dobi me atë që na mëson, dhe na shto o Zot diturinë dhe urtësinë. O Allah o Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj ndjekës të vërtetës mbasi ta njohim atë, dhe na njeh o Zot me të pavërtetën, me të kotën, dhe na largo prej saj mbasi ta njohim. O Allah o Zot, bëj dijen ton argument dhe shkak, dëshmi, ndërmjetësim për ne ditën kur do të takojmë, atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastër, me vepra të pranuara, qofshim prej këtyre njerëzve. Atëherë pa humbur kohë filloj me pyetjet, të cilat janë të arkivuara, nëse kanë vëllezërit ose motrat pyetje direkte mund t'i bëjnë, s'ka asnjë problem. Nëse ndodh që debatojmë, a ka ndonjë formulë të thjeshtë dhe shumë të pakompromentueshme në raport me personin kur duhet të kuptojmë se ku qëndron ky njeri? Po, faktikisht është një formulë shumë e thjeshtë, shumë korrekte dhe e saktë. Sa herë që ka debate, dhe debat duhet të ketë kur njerëzit kanë dije, çështja duhet të kthehet tek të parët tanë, seleful umme. Sepse në përgjithësi, siç thot poeti arab, wa kullun yad'i waslan bi Leila wa Leila la tuqirru lahum bi dhaka. Të gjithë pretendojnë se e kanë Leilën, po Leila asnjëri nuk e pranon. Të gjithë pretendojnë se janë pikërisht ata të duhurit dhe më të qelluarit. Po faktikisht e vërteta nuk ka pretendim. Nuk njihet e vërteta me fjalë. Më e keqja është në faktin se shumë herë debatet ngrihen dhe të dyja palët thonë ka thonë Allahu, ka thonë Allahu. Të dyja palët thonë ka hadith dhe pala tjetër thotë ka hadith. Të dyja palët thonë gjuha arabe ndihmon këtë, pala tjetër thotë në gjuha arabe ndihmon këtë. Atëherë cili është gjykatësi, arbitri, e selef, të parët tanë? Këtë mesele që po e diskutojmë ne të dy, ata si e kanë komentuar të parët tanë? Mbaroj historia kaq. Për çdo gjë, ka debat, sepse gjuha arabe është e gjerë, ajetet kanë kuptim dhe kuptim, hadithet kanë kuptim dhe kuptim, është në fuqi, s'është fuqi, është aborguar, s'është abroguar, gjuha arabe e thotë kështu, gjuha arabe e thotë kështu. Gjykatësi e thjesht fare, këtë çështje të cilën ne po e diskutojmë, të parët tanë si e kanë interpretuar. A e kanë diskutuar për shembull apo hiç? E kanë marrë si të thjesht dhe të pa diskutuar si temë. Dhe kështu lehtësohet dhe mund të kuptohet dhe personi që ke përballë. Për këtë arsye, domethënë, siç ka thënë poeti, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Çdo hajër është tek të parët tanë, si e kanë bërë ata, dhe çdo e keqe na ka ardhur prej sajesave që kanë bërë këta të fundmit. Për këtë arsye ka thënë Imam Maliku rahimahullah, la yasluha akhira hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Nuk mund të rregullohet fundi i këtij umeti
vetëm se në atë formë dhe mënyrë që janë rregulluar të parët e saj, dhe mbi të gjitha është ajeti kuranor, ku Zoti thot, besimtarët minel muhaxhirin wal ansar wal ladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan. Besimtarët e parë të hershëm prej muhaxhirëve dhe ansarëve dhe ata që ndoqën rrugën e tyre, Allahu është i kënaqur prej tyre. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur, brezi më i mirë është brezi im, pastaj brezi që vjen më pas, pastaj brezi që vjen më pas dhe pastaj brezi që vjen më pas, përmbajuni asaj që jam unë dhe shokët e mi. Prandaj kjo është e thjeshtë shumë. E mos harro se njeriu që do të vërtetën i mjafton një argument. E kush lufton për të kotën, nuk i mjaftojnë 1000 argumenta. Nëse hasni një person që i jep argumentin e qartë dhe të pastër dhe të kulluar, dhe ai vazhdon të filozofojë, mos bëj debat më të njëri, sepse nuk ka vlen të harxosh kohë, nerva dhe energji. Muslimani sillet me argumentin nga të sillet. Muslimani i vërtet sillet me argumentin nga të sillet. Dhe nuk i intereson asgjë tjetër përveç argumentit, mirë po duke qenë se argumenti në disa raste është i interpretueshëm, na duhet dikush që fjala e tij nuk është e interpretueshme. Fjala e Zotit ka hapësirë interpretimi. Fjala e pejgamberit sasem ka hapësirë interpretimi. Kur vjen tek fjalët e të parëve tan, ata flasin qartë, trosh dhe thjesht si arbitrues të librit të Zotit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kështu që kjo është çështja dhe është çështje shumë e thjeshtë. Kemi një vëlla këtu ku jetojmë në Itali, i cili shumë bën shamat, duke thënë që patjetër namazi i yacisë dhe i sabahut duhen falur në xhami. Patjetër, tani varet nga kushtet, mundësitë dhe rrethanat. Nëse do të thirrej ezani me zë të lirë dhe do të dëgjohej ezan nga personi në fjalë, obligohesh që të përgjigjesh, jo vetëm për sabahun apo për yacin, po për gjitha vaktet. Pra nëse do të ishte ezani me gojë dhe dëgjohet, duhet me u përgjigj. E nëse xhamia është larg e nuk do të dëgjohej ezani po të thirrej me gojë, atëherë ardha në xhami është sunet i fortë apo sunet i mjaftueshëm. Ndërkohë që ata që e kanë afër, që mund ta dëgjojnë ezanin po të thirret me gojë, obligohen që t'i përgjigjen. Kemi thonë nëpër qytete rrezja 5 minuta në këmbë. Rrezja 5 minuta në këmbë obligohet që t'i përgjigjet ezanit. Nësa nëpër fshatra ndryshon, sepse ka qetësi etj, çështja është më ndryshe. Kam një vëlla që është i dashuruar me një vajzë, por ajo ka një fëmijë. Vllai e don shumë dhe është i dashuruar pas tij. Mirë po nëna e këtij vllait nuk e pranon. Dhe i ka thënë nëna që birë, nëse ti e merr atë, unë do të bëj vetvrasje. Hallë shqiptare, muhabete autoktone. Do të thonë, unë nuk di çfarë them për këtë mesele, por do ta këshillosha këtë vllajën që mundohet ta bindi nonën e vet, ta kënaqë nonën e vet dhe ta çojë situatën në mirëkuptim nga ana e nënës vet. Dhe Zoti i Madh Allahu ka lënë mes fëmijës dhe prindit disa litar, disa lidhje, në thonjza magjike, që mund t'i përdori shumë mirë fëmija për ta kënaqë dhe për ta bind prindin, apo prindi fëmin. Kështu që le t'i përdori këto mirësitë e Zotit që Zoti ka vendosur në raportet nën fëmijë e fëmijë nën, për t'ia mbush asaj mendjen, sepse nuk është normale si do të ishte jeta e këtij personi, nëse do të martohej me një vajzë dhe nëna e tij ka vrarë veten, merr vesh që nëna ka vrarë veten. A mund të jetohet më? A ka kuptim më jeta?
Kështu që të mundohet gjej gjuhën, që do të thotë të arrit ta bindi inshallah Teala. Më ka thënë një doktor i dhëmbëve me shku me mësu vetëm asi klofa të dhëmbëve. Ama tha, u do ashke me përdor dhe alkohol, një shti ato klofat në alkohol. A kam haram? Se ke haram. Sepse kjo nuk është alkohol që pihet, kjo është alkohol disinfektant. Alkoholi disinfektant nuk ka problem nëse përdoret. Në rastin e mjekësisë, në disinfektimit, apo siç është rasti i protezave, për protezat besoj po flet, për protezat e dhëmbëve që i disinfektojnë. Ha? Apo klufa. E ka thonë kështu, e ka thonë shqip, klufa. Proteza është fjalë e huaj. A lejohet të hanë ushqimet të cilat na i kanë dhuruar, por që janë të vjedhura? Nëse ti e di që është ushqim i vjedhur, nuk lejohet. Sepse bësh ortak në krim. Nuk lejohet. Nëse ti nuk e din, por dyshon, është muhabet tjetër. Ose ta tham mbas një hëngre, është muhabet tjetër. Ama nëse e di se ky e ka vjedh këtë ushqim, s'lejohet fetarisht, nuk lejohet në Islam. E kam çunën 1 vjeç e gjysmë dhe më thonë njerëzit çohet te hoxha se nuk flet. Çuni flet gjysma. Unë them është i vogël. Dhe ju them që ka fëmijë që janë 2-3 vjeç dhe nuk flasin. E vërtet është, ka fëmijë që vonohen në të folur. Por më e mira se sa me çu ke hoxha është me çu tek logopedi, doktori i cili është për këtë fushë. Ose me çu tek mjekët popullor. Mjekët popullor bëjnë një prerje poshtë gjuhës, që nganjëherë është shkak që fëmia mos flasi mirë. Kemi pas në Haxh një doktor para 2 vitesh, i cili ishte specialist i kësaj. I cili ishte specialist. Pra ka fëmijë që kanë një lloj ngjitje, ai vllai thjesht fare, as gjak as i gjë, thjesht e kput atë, i çik fëmia normalisht do të qaj, po kalon çdo gjë normalisht. E rëndësishme, të shkohet tek mjeku specialist. Shkohet edhe tek këta popullorë, është si puna aty në plakave që rrotullojnë mitrën. Nuk ka se dhe problemi fetarisht, shkohet. Sepse është diçka alternative e cila ka dhënë argumenta dhe ka dhënë fakte. Edhe kjo punë është e njëjta gjë, shkohet tek mjekët cilët janë edhe le të themi në pjesën shkencore të gjës, siç është likopedia, po edhe tek mjekët si puna këtij vllajt ton. Pastaj nëse shkon dhe themi fëmia në një moshë më të madhe dhe se kap veten, atëherë shifet se mos ketë edhe në mësysh në gjë. Po mund t'i bëhet edhe i knim, se nuk ka problem. Se knimi nuk e dëmton. Pra i bëhet një rukje, po fëmijët e vegjël këshillohet që kur të bëjnë rukje të jenë të dy prindrit me vete. Sepse fëmia mund të pasqyrojë se të reflektojë një problem që kanë prindrit. Pra fëmia mund të ketë probleme me shnetjen e tij, mund të ketë probleme me të folën e tij, mund të ketë probleme me rritjen e tij, me smundjet e guxoneve të tjera, dhe faktikisht problemi i fëmisë nuk është ke fëmia, është tek prindrit e tij, po ai reflekton dhe pasqyron problemin që kanë prindrit. Kështu që këshillohet gjithmonë kur bëjnë rukje fëmijët e vegjël të vinë të shoqëruar nga prindrit e tyre, që nëse kanë diçka prindrit, si më thon specialistit t'i japi këshillat e duhura. Jam një motër besimtare, 40 e sa vjeçare, dhe sapo jam diagnostifikuar me kancer në gji. A mund të them se kjo është një ndëshkim nga Allahu, sepse terapia është shumë e vështirë dhe nuk më kanë dhënë shumë shpresë se do të dalë mirë. E para mos i ngjo ata njerëz që thonë s'ka shpresë. Shpresa është tek Allahu dhe shpresa nuk vdes kurrë. Ne që jemi besimtarë, besojmë se Zoti është mbi gjithçka në të gjitha kuptimet e fjalës, të drejtë për drejta dhe të tërthorta të fjalës, Allahu është mbi gjithçka. Për këtë arsye asnjëherë besimtari nuk duhet ta humbi shpresën. Besimtari nuk duhet ta humbi shpresën. Ai që e lejoi të zhvillohet një smundje e tillë,
është i plotfuqishëm ta ndalojë, është i plotfuqishëm ta çmontojë. Kështu që shpresa nga Zoti kurrë, e para. E dyta gjë, ajo që unë do të këshilloja është, ose ajo që do të thosha është, pavarësisht se në mendjen e njerëzve kanceri konsiderohet diçka e rëndë, e vështirë, ku dëgjon e tjerë, unë mendoj se është një lloj mëshire prej Allahut për robët e tij. Po ta analizosh me drejtësi, e kupton që është mëshira e Allahut për besimtarin. Kush prej nesh përgatitet se do të vdesi? Kush prej nesh përgatitet se do të vdesi? Gjithë secili thotë do të fejoj kalamojt, do të fejoj nipat e mbesat, do të bëj shpinë, do të bëj këtë, janë të morë dhe tokat, të bëj dokumentat e tokës, e ku dëgjon e tjerë e tjerë. Dhe vdes njeriu dhe as fare nuk ka qenë në hesabet e tij vdekja. Kanceri, paralemron Allah, ke edhe 50 jetë robi, ke edhe 4, ke edhe 3, ke edhe 2, ke edhe 6 muaj, ke edhe 1 muaj. I ke të gjitha mundësit, me u përgatit, me u bë gati, me u pendu, me u kthy Kuranit, me u kthy namazit natës, me u bë insan min el muttaqin. Çfarë është problemi? Problemi, kancer. I iku nëse ka pas përjetuar edhe 10 vjet, ikën 5, vetëm kur merr vesh që është kancer. Pse? Ku është problemi? Problemi është se jemi të lidhur shumë me këtë botë. Problemi është se, domethënë, shpresa jonë në botën tjetër dhe besimi jonë në botën tjetër nuk është i betonuar mirë. Pra po ta lexosh mirë, është mëshirë prej Allahut. Çdo sëmundje që ty thuhet, ej, prej kësaj ke vdekjen, është mëshirë prej Allahut, është mirësi prej Allahut. T'jep Allahu mundësinë me la borxhe, t'jep Allahu mundësinë me kërku Allahlikun, t'jep Allahu mundësinë me i taku njerëzit, t'jep Allahu mundësinë me fal namaz natë, me lexu Kur'an, e me bë dhikr derisa të bllokohesh. Ndërkohë që mund të ndodh kjo gjëja dhe ti s'ke bas një nga këto gjërat. Kështu që, domethënë, nuk duhen parë gjërat kaq shumë negative. Jo po familja, po fëmijët, apo si do i leje, çish do i leje. Allahu. Leja Allahut. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë, inna Allah idha studia shay'an hafidhahu. Nëse Allahut i lihet amanet diçka, Zoti e ruan. Thuaj Allah, ti e shef që unë jam i dobët dhe merr informacionin. O Allah, ti loj amanet ty, fëmijët, pasunin, gjithçka, ti loj amanet ty, o Allah. Ti komlon ty o amanet, o Allah. Miruj. Si tha Haxherja, ku po na lej, tha Ibrahimi alayhi salam. I tha këtu. Tha Allahu të ka urdhnu. Tha po. Ik tha se s'na humb Allahu. Nuk na humb Allah. Përderisa Allahu të ka thonë lej këtu në mes shkretirës, ik. Dhe iku Ibrahimi alayhi salatu salam. Dhe Haxherja se çau kokën fare, hiç. Kështu që shpresa jo, me u humb. Sepse këto lloj sëmundjesh, kur ti humb shpresën, i ke dhënë ushqim. E dyta me bë sebepet, gjitha sebepet. Konsultohu. Ka shumë raste që këto sëmundje të kancerit gjiret me çardim, janë shëru, kanë kaluar me suksese të gjitha. E treta gjë, një sebeb më shumë për të kthyer tek Allahu xhelle xhelalu. Namazit natës, dhikrit, leximit Kuranit, sadakas, halallikut njerëzve, shkruajtjes testamentit, lënies amaneteve, subhanallahu. A lejo të vej një pircing tek hunda, sepse kam parë shumë vajzat tuaja që e kanë. Unë falem faktikisht dhe nuk jam e mbuluar, por kam dëshirë ta shpoj edhe unë hundën. Nuk bën. Nuk shpohet hunda. Vetëm se në ato vende që e kanë tradit. Ato vende që e kanë tradit, s'ka problem. Kurse vende që nuk e kanë tradit, jo. Plus se ti ke punë për para, duhet vesh i xhabin njerë, të rregullohesh.
Dhe e hijabin, pastaj flasim prap. E kam dëgjuar vjerën duke i thënë vajzës së saj që kishte shkuar tek një hozh në Kukës për të më ndarë me burrin. Khajr inshallah, Zoti e lehtësoft. Mbështetju Allahun. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Mbështetju Allahut. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kush i mbështetet Allahut, Allahu do ta marrë në kujdestari. Kështu që mbështetju Zotit, mos e maj mendin tek ajo që ka thonë, fal namazin rregullisht, bëj dhikrën e mëngjesit dhe darkës, mundohu të lexosh çdo ditë surën El-Bekare, po s'pate mundësi lexo 2 orë pa pushim Felekun edhe Nasin, jep sadaka, fal namaz natë, liu me vaj të knum, e do i kthehet magjia vjerës. Do i kthehet magjia vjerës. Kur ta shohësh vjerën për i vit në tabut. Kisha një pyetje rreth faktit se kur janë prishur disa vende të shenjta, njerëzit që i kanë prishur janë paralizuar. A do të thotë kjo se ato janë në të drejtë? Jo, s'do të thotë. Sepse mund të ketë pas aty xhind. Ky ka shku me shemb ato të ashtë të quajturat. Flitet në kohën e komunizmit këtu, pra në kohën e komunizmit ka pas njerëz që kur kanë shemb këto vende të shenjta apo kisha apo xhamia, ka pas njerëz që janë paralizu. Themi që nuk është argument i mjaftueshëm, sepse ka xhamia të tjera që janë prishur dhe s'është paralizu askush. Ka kisha të tjera që janë prishur dhe s'është paralizu kush, po ka edhe teqet të tjera që janë prishur dhe s'është paralizu askush. Po në disa mund të ketë qenë dënim prej Zotit dhe mund të ketë qenë sulm nga xhindët. Normalisht nëse ka qenë në vendet e jo besimit vërtet, sulm nga xhindët. Nëse ka qenë në vendet e besimit vërtet, ka qenë dënim prej Zotit, ose ndëshkim prej me lajkeve, ose prej xhindëve besimtarë. E gjithë kjo prap e shkruajtur prej Zotit. Po këtu nuk ka argument, pra nuk mund të përdoret si argument. Kremrat e kozmetikës të cilat përmbajnë alkool, benzil dhe etilik. A e prishin abdesin? Jo, në mendimin më të saktë, nuk e prishin. Nuk e prishin për shumë arsye. Një nga arsyet është se ai shpërbëhet, nuk qëndron ashtu. Po edhe dietarët në lidhje me alkoolin si lëndë kanë dhënë disa mendime, dikush thotë është e pastër si lëndë, dikush thotë nuk është e pastër, dhe mendimi më i saktë është se si lëndë është e pastër. Dhe e treta është se ajo është një sasi shumë të vogël, pra edhe se kur thoshim që është e pisët si lëndë, ajo prap nuk është se jep efekt në prishjen e abdesit. Si duhet veprojë një motër besimtare nëse gjatë shtatzanis ka gjakderdhje? Pra a konsiderohet si menstruacione? Jo. Gjaku në shtatzani konsiderohet hemoragji. E si pasojë, femra besimtare nëse ka rrjedhje gjaku gjatë shtatzanis, falet edhe agjeron. Nëse ka abortuar, a duhet pres për të falur ashtu si shpret për lehoni? Nëse foshnja ka marrë formë të plot, atëherë pret sin lehoni. Nëse foshnja nuk ka marrë formë të plot, atëherë e konsideron hemoragji, falet dhe agjeron. Edhe një herë, nëse një femër aborton dhe foshnja ka marrë formë, pra syt, veshët, duart, domethënë ka marrë formën e njeriut plotësisht. Gjaku që i del më mbrapa konsiderohet lehoni. E nëse nuk ka marrë formë, atëherë konsiderohet hemoragji. Si duhet veprojë femra në këtë rast? Ginekologja i ka thënë që duhet abortojë sepse nuk është rritur fëmia në bark prej 2 muajsh.
dhe i kanë dhënë 3 mundësi. 1. Me prit derisa të dali vetë, me medikamente ose me operacion. Në këto raste merret këshilla e mjekëve specialist. Çfarë të jetë më e mira për nënën, veprohet. Çfarë të jetë më e mira për nënën. E kam një të afërmen time 70 dhe sa vjeçare, e cila nuk lëviz, dhe më thatë t'ju pyes juve, është 2 vite në shtrat dhe për shkak të dhimbjeve që ka nuk mund ta ndroj panolinën dhe halli i saj është si ta fali namazin pasi e ndjen veten pa pastër. Subhanallah, subhanallah. Do të jemi falëndërues ndaj Zotit. 2 vjet ndrohet dot prej dhimbjeve. La ilaha illallah. E rëndësishme duhet me gjetë të afërmit e saj, duhet ta gjejnë një zgjidhje patjetër që ta ndihmojnë të ndrohet etj etj. Sidoqoftë puna namazit duhet fal, s'ka tolerancë. Edhe pse kjo s'pastrohet dot, edhe pse urina është aty etj etj, s'ka lidhje. Namazi nuk bie vetëm po vdiq njeriu, ose po u çmen, ose po doli nga feja, ose po qen gjumë, ose po harroj, ose po qemet për mueshmet nëse është femër ose me lahoni. Përndryshe namazit duhet fal në çdo lloj situate. Nuk ka në Islam një moment që namazi bie nga njeriu, ose njeriu lirohet nga nuk ka në Islam. Përderisa është mendja në vend, besimtari musliman nuk lirohet nga namazi asnjëherë. Pas nesër nisem për umre, por më kanë kërkuar shoqet që të shkruaj emrin dhe të bëj foto me Qaben. A është e lejueshme kjo? E lejueshme është, se nuk është se është në gjë e ndaluar, por nuk është e këshillueshme. Sepse njeriu shkon atje për të bërë dua, për të bërë lutje, jo për të bërë foto të tilla. Kështu që më e mira është këta njerëz që kanë kërkuar që ti të bësh foto me emrin e shkruar aty, të bësh dua për ta, kjo është më e mira. Kjo është më e mira, po njerëzit, subhanallah, janë të dhënë shumë mbas tyre fasadave. Thuti që po ja shkrujti emrin aty dhe i boni foto me Qaben e fitoj xhenetin. Bilet për në xhenet. Çfarë lidhje ka ajo? Jam emigrant dhe dua të nis shtëpi në Shqipëri këto ditë dhe kam debatuar shumë me familjen, sepse familja po më thon prindrit, duhet bësh kurban për shtëpinë dhe të fusësh në themel kokën e berrit. Berr, shqipnia mesme i thon deleve dhe dhive. Jo derr, berr me b. Thot dhe të fusësh në themel kokën e berrit, një krehër, 2, një pasqyrë, 3 kokra kafe, 4. Zoti më alhamdulillah. Këtu ka 2 probleme. Problemi i parë është problemi i shirkut, i paganizmit. Këtu ka paganizëm brenda, sepse njerëzit besojnë se futja e kokës kurbanit aty e ru shtëpinë, e nuk shemet shtëpia, nuk e ka syni keq shtëpinë, ku dëgjon etj etj. E para. E dyta problem është se kanë të fallë. Siç e ka bashku, kokën e kurbanit, krehrin, pasqyrën dhe 3 kokra kafeje. Kjo lloj përzierje është si fallë, si magji. Kështu që nuk lejohet fetarisht dhe ti duhet vendosësh veton deri në atë shkallë që ti thuash mos e nisni shtëpinë, mos të çosh parë, ti jesh vetë prezant. Ose duhet të çosh dikë aty që i ndalon këto gjëra. Tani nëse e bëjnë ato pa të pyetur, mohabet tjetër, po me që po të pyesin veton, jo edhe pikë. Nuk mund të jetë njeriu musliman dhe pagan në të njëjtën kohë. Musliman dhe idhujtar në të njëjtën kohë nuk mund të jetë. Po ky është problemi i njerëzve, subhanallahu. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun."
besojnë në Allah, po duke bërë idhujtari, duke bërë paganizëm. Shumica e njerëzve e besojnë Allahun, po bëjnë dhe idhujtari, bien në paganizëm. Kjo është një nga format autoktone të paganizmit. Kam shkuar tek një hoxh për t'i kërkuar të më bashkon, pra të më bashkoj me personin që e dua. Mirë, po më vonë kam kuptuar se ai ishte magjistar, nga ato që kërkon të bëj edhe disa detyra. Kur e kuptova, ndalova së shkuari. Shumë jam penduar, kam falur dhe namaz dhe kam kërkuar falje Allahut, sepse unë nuk e dija se ky ishte i tillë. Mirë, po sikleti im është se unë nuk e di që personin të cilin unë ndesha ta bashkoj nëpërmjet këtij hoxhës e ka dëmtuar ky apo jo. Pyetja, a duhet shkoj edhe një herë të kërkoj ta prishi, dhe e dyta, duhet të kërkoj këtij personit halallin. Mos u merr fare. Hiç dorë, pendohu, mos u merr as me prish, as me gadit, as atij mos shko me kërkoj hallallikun, mbyllë këtë muhabet dhe larg kësaj kategorie njerëzish. Pastaj, këshill për hatër të Zotit. Ç'është ky bashkim me një që e ndarë prej tij? Si mund bashkoj dikush me dikë pa dëshirën e atij? Jo, po mund t'i kënojtë në gjë hoxha, nuk mund të kënohet pa qenë robi prezent, pa qenë njeriu prezent. Si u kënoka hoxha, si i kënoka dikujt për ta afru dhe ky dikushi nuk ekziston aty. Pra ky është argument i mjaftueshëm me kuptuar që ky hoxha nuk është hoxh, po është mashtrues. Më e mira dhe magjistar më e keqja, se të jetë mashtrues, e të merr ato lek gjysma të keqes. Pa i mund të jetë magjistar dhe ka shumë gjasa që të jetë magjistar, kështu dëmton veten, dëmton xhepin, dëmton edhe tjetrin i cili orë ndoshta s'don Allah. Nuk të don Allah. Për 300 arsye nuk të don më. Si do më e bashku me Zot? O çan këta njerëz që nuk pajtohen me kaderin e Zotit Allah, që nuk pajtohen me atë që ka shkruajtur Zoti. Pajtohem Allah. E ka shkruajtur Zoti, iku ai muhabet është mbyll. U çan goca të shkunë për magjistar që t'i bashkojnë me djemt që i kanë lënë. U çan. O të ka lënë, mbaroi historia. Elhamdulillah që është kuptu puna kaq herët, se mund të kishte lënë me fëmijën, mund të kishte bërë hatan. Ose e kundërta. Jo, po unë si jetoj dot pa të, po ne jemi ndarë. Mbaroi historia, jeni ndarë, mbaroi historia. Jo, po du ta kthej, si ta kthejsh? Si u ktheka? A nuk është se ka një program që ky sharlatani di kodin, fut paswordin dhe ndron programin. Ai do të punoj me xhin, s'ka rrugë tjetër. Puna me xhin do thot magjistar. Vajte ke magjistarit të nxjerr prej feje. Që rasti i tillë, pendim, hiq dorë, tregojë njerëzve kush është ky njeri që mos të vënë më te ky njeri. Gruaja ime ndjek një teologe që ka mbaruar në Turqi. Dhe ajo i ka thënë se është një ajet në surën El-Bekare për gratë të cilat kalojnë menopauzën, se nuk janë të obliguara të vendosin shamin. Mashtruese me patent. Kjo quhet mashtruese me patent. Edhe pse i thot vetes teologe, edhe pse thot ka marrë në Turqi, mashtron, është mashtruese. Nuk ka ajet të tillë në surën El-Bekare dhe nuk ka ajet të tillë në Kur'an. Ka ajet për gratë plaka që i kanë humbur shpresat. Nuk janë të obliguar të veshin mantelin, atë xhyben femërore që vesh femra muslimane mbi rrobat e saj. Se rroba e femrës muslimane nuk është me xhaket apo me fund apo me këmish të bardhë dhe me fund poshtë apo me pantallona me tentela poshtë. Femra muslimane çdo gjë mund ta veshë poshtë dhe sipër saj vesh diçka që mbulon gjithçka. Plakat që kanë humbur shpresat, do të thonë me kuptimin e një jete të re bashkëshortore, lejohet që këtë gjë në sipër mos ta veshin. Lejohet. Ka tolerancë, po jo që të heqin hijabin, si thot kjo që duhet arrestu.
duhet denoncu atje në Turqi dhe ta kapin, ta arrestojnë, ta fusin burg. A është ndaluar me shit pronat nëpërmjet agjencive të shitjeve, nga që agjencitë marrin përqindjen e tyre që është afërsisht tek 4%. E lejuar është, s'ka si lloj problemi. Agjencia nuk punon me rrezet e diellit. Agjencia ka zyrë, ka qera, kanë njerëz që japin rroga, punojnë, duan të hanë, duan të pinë, dhe po të bëjnë punë, dhe puna paguhet. Kështu që ky do t'i shesi, po t'ia shesin agjencitë, po mos të morin përqindje. Nuk është problemi i Islamit me përqindjen si fjalë. Përqindja në Islam nuk është problemi tek fjala përqindje. Po bëhet fjalë për atë përqindje e cila është kamat dhe interes. Kjo është ndaluar në Islam. Ndërsa përqindja e ndajnë fitimin me përqindje, unë bëj kaq, po më jep kaq përqind, që ta bëj këtë punë, du kaq përqind, s'ka asnjë lloj problemi fetarisht. A është lejuar për mashkullin dhe femrën ta mbajnë unazën në gishtin tregues? Jo, nuk mbahet unazën në gishtin tregues. Aliu radhiyallahu ta'ala nuk ka thënë, më ka ndaluar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që ta vendos unazën këtu. Pra në gishtin tregues nuk vendoset unaza. Dietarët janë ndarë në dy mendime, një mendim që thotë është haram, sepse thotë më ka ndaluar, dhe një mendim thotë është mekruh, gjë e urryer. Po unë s'di të ketë mendim brenda shkollave të Islamit që e lejon. Kam kaq vite e martuar, kam 2 fëmijë, njëri prej tyre është 7 muajsh, dhe kemi pas zënka me burrin vazhdimisht. Mirë po vjera ime ka thënë që këtë fëmijë të dytë nuk e ke bërë me tim birë. Unë jam e sigurt që e kam me burrin tim, mirë po burri nuk më përkrau kur vjera më akuzoi ashtu atë ditë. Dhe unë kam kërkuar që këtij fëmijë të bëhet ADN-ja. Kam kalu thot në depresion për kësaj gjë. Unë s'di pse duhet me morë seriozisht kaq shumë vjerën. Kur thot vjera, s'është fëmia të çunit tim. Kjo vjerë nuk do të marrë seriozisht. Kjo është e goditur. Thuj vjerës bravo më qoftë. Bravo më qoftë. A sa ka me çunin tatë, bravo më qoftë. Çfarë çuni ke ti? Kështu që mos e vrit mendjen, stresi zero. Stresi zero, zeroje stresin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El waladu lil firash." Fëmia është i shtratit martesor. Bravo historia. Fëmia është i shtratit martesor. Kështu që vjera këshillohet që të marrë një tenxhere dhall, t'i udhë pak krip, ta përzi mirë, edhe ta pi 5 herë në ditë, derisa t'i dali gjindi nga hunët dhe nga veshët. Sido qoftë puna, vetëm për sedër, kur i thonë dhe për i natë, mund t'ja boni një quhet ajo, analiza DNA, ka sa për t'ja udhë hundën në hale vjerës, sa për t'ja udhë hundën në hale, mund t'a bësh. Po unë, për shumë, po t'isha në venin e kësaj modës fare, nuk e kushtë rëndësi. Dhe këtë djali konsiderohet shumë i dobët në karakter, sepse unë nuk mund të lejoj dikë që të m'akuzoj gruan time se është imorale, se ka bo fëmijë me mashkull tjetër. Po ti çfarë je? Çfarë mashkull? Ti çfarë do jetën tani? Për çfarë jeton? Për këtë arsye nuk është puna e prindërve, si më thënë, gjë e paprekshme. Kur prindi gabon, i tregohet që ka gabuar. Kur gruaja ka drejt. Po pastaj sa është baba ai që ka bërë padrejtinë, apo është nëna.
S'ka lidhje. E drejta është e drejtë. Allahu xhallal xhelaluhu thot në Kur'an, Allahu urdhëron për drejtësi. Nuk ka thonë po që baba, po që mami. Ka thonë Allahu urdhëron për drejtësi. Po zaten këto lloj problemesh vetëm tek ne ndodhin, se pjesa tjetër e botës nuk ka kështu problemesh. A bën që të shkoj dikush në haxh me lekët e mia dhe të bëj niyetin për mua, mashkull ose femër? Se dikush më tha që se unë i bëj, nëse unë i bëj lekët për haxh, ajo shkon bën lutje për mua dhe mua plotësohen lutjet. E Zoti më dhe alhamdulillah. Në Islam lejohet që dikush ta bëj haxhin për dikë tjetër me dy kushte. Kushti i parë, ky që po i bëhet haxhi s'ka mundësi me shku në haxh, dhe kushti i dytë, ai që bën haxhin duhet ta ketë bë haxhin për vete. Shkon ai pranohen lutjet mu se po shkoj ai, po haxh thjesht pranohen lutjet. Ç'a të bësh, janë shtu. A është haram nëse je shtatzën në javën e 8 nëse abortojsh, sepse kjo shtatzani ka fillu pa vullnet? Më duhet sa më shpejt përgjigja. Nuk lejohet, ku ka me vullnet, pa vullnet, me dëshirë, pa dëshirë, po jemi zine dhe do të ndahemi, a lejohet aborti? S'lejohet. Aborti nuk është pronë e jotja. Ai fetusi, foshnja në barkun e nënës nuk është pronë, as e burrit që i thot shka aborto, se s'du të vazhdoj me ty, pas e kësaj që hakmerret ndaj bashkjetusit, apo ndaj burrit, apo të fejuarit, duke i heq foshnjën nga barku. S'ka, nuk lejohet. Me që e dashke shpejt përgjigjen, nuk lejohet, është haram. Pasi nuk është pronë e jote. Dhe arsyeja këtu thot, e ka fillu pa vullnet. Kemi i punëtor këtë ke xhamia, ne e ka emrin vullnet. S'pas kanë pyet vullnetin. Po çfarë lidhje ka vullneti? Ka marru puna, ka marru historia. Deshi vullneti, s'deshi vullneti, e bajt shmeshnet. A e prish gogësima abdesin? Jo. E kundërta e gogësimës e prish. Kisha një pyetje, hajde, ta nxjerrim pyetjen tatë. A është obligim martesa? Varet. Nëse njëri ka kushtet ekonomike, shëndetësore, fizike, psiqike, po. Nëse ka i problem në një nga këto, atëherë është sunet dhe e pëlqyeshme. Ama nëse është në rregull me të gjitha, shnetin, mashallah, mundësit për t'i dhënë hakun, mashallah, mundësit ekonomike për të hongër, për të pije, për të jetu, mashallah, të gjitha rezultojnë, si me thënë, pozitive përgjigjet, atëherë po, obligohet, sepse nuk mendohet që një musliman apo një muslimane t'i ketë të plotësuara të gjitha kriteret dhe mos të krijojë familje, mos të lejnë në tokë adhurues për Allahun mbas largimit të tij nga jeta e kësaj bote. Është libri më i mirë që lën njeriu mas vdekjes, fëmia i mirë, fëmia i edukuar në besim. Ti ike nga kjo botë dhe ai vazhdon lutet për ty, bën dua për ty, dhe ti vazhdon të jesh gjallë, edhe pse ke vdek. Nëse njeriu ka probleme, nuk funksionon mirë, le të themi, për t'i dhënë hakun bashkëshortes tij, ose ka probleme mendore, ose ka probleme fizike, ose ka probleme psiqike, të është çështje tjetër. Përndryshe, muslimani ose muslimane duhet martohet, ka vazhib. Sidomos në këtë kohë të keqe, të vështirë, më mirë me thënë, sidomos në këtë kohë të vështirë. A i lejohet një femër muslimane që është më të përmuashme të shkojë në xhami për ligjërat, lejohet në mendimin më të saktë dhe më të drejtë të dietarëve. Argumenti i çadrës. Pejgamberi sa e ka lënë një grua në xhami në çadër afërsisht 40 ditë.
Dhe në normalitet në 40 ditë është që gruaja kalon periudhën e zakoneve dhe të përmuajshmeve dhe nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nxirreni nga xhamia kur tjetë me ato. E ka lënë në xhami. Ky është argumenti më i qartë. Hadithi që e ndalon është i dobët. Pavarësisht se pothuajse të gjitha shkollat tonë nuk bën, po faktikisht ka një mendim dhe është më i saktë. Ky që thashun pak më herët. Kur nëna ka një vizitë mjekësore dhe unë jam në punë në atë kohë, a e kam obligim ta lej punën dhe të çoj prindin tek vizita, duke mos pasur tjetër mundësi për ta marrë vizitën ditë tjetër? Normalisht që po, obligohesh. Absolutisht. Kjo pyetje nuk ka nevojë për përgjigje. S'ka kush ta çojë prindin me bë vizitën. Maro historia, mos e plotso më pyetjen. Ditë tjetër e marr se marr, gjitha këto janë lojrat e shejtanit. A lejo që të falem unë vetëm me kunatën time, sepse gruaja është faktikisht aty drejti mirë, po e ka të pamundur për të falur sepse është e arsyetuar. Po lejo, nuk ka asnjë problemi. Ti falesh përpara kunata mbrapa dhe nuk ka asnjë problemi fetarisht. A lejohet që të hahet në një restoran ku shitet edhe alkol? Nëse ka tjetër që ofron të njëjtën gjë dhe shërbim, shko atje. E nëse s'ka apo nuk janë kushtet e mundësit, ai mund të jetë faktikisht, po është në Honolulu. Ndërsa ti e ke të nevojshme të marrë punë për shembull, se e ke punën kombinat ose e ke punën diku tjetër për shembull. S'ka gjë. Argumenti, hajt kush më jep argument, duaj argument të fortë. Du një argument të fortë. Pejgamberin sa se me ftonin hebrejt e Medines për darka dhe për dreka dhe ju shkonte. Dhe dihet shumë mirë që në shtëpiat e tyre kishte verë. Dhe në shtëpiat e tyre kishte para kamate. Dhe nuk tha pejgamberi sa se në asnjë rast unë nuk ju vi juve në shtëpi se ju keni në shtëpi para kamate apo keni në shtëpi verë. E qartë, ky është mendimi më i saktë. Dhe normalisht logjik, çfarë lidhje ka pse ka alkool, unë po haj iki, çfarë lidhje ka pse ka? S'ka asnjë argument në fen ton që ndalon të rrish në një ambient ku ka alkool. S'ka asnjë argument. Ndalohet që të jetë në tryezën tënde, në tavolinën tënde, ka argument, po jo ambienti, për ambient s'ka argument. Po ndodh shpesh në Kosovë që shumë pleq vdesin duke bërë amoralitet në për motele. Ne në Shqipëni themi immoralitet, adulteri. Faktikisht ta njerëz që vdesin në atë gjendje, a janë të pafe, pra ka dal imani nga trupi i tyre? Ej Zoti i Madh, alhamdulillah. Ka një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk bën immoralitet ai që bën immoralitet në kohën që e bën immoralitetin duke qenë dhe besimtar. Dhe nuk vjedh ai që vjedh në kohën që e bën vjedhjen duke qenë dhe besimtar, dhe nuk e pin alkoolin ai që e pin alkoolin ndërkohë që e pin alkoolin duke qenë dhe besimtar. Për immoralitetin ka dhe një hadith tjetër, thotë në momentin që njeriu bën immoralitet, adulteri, imani ngrihet mbi trupin e tij. Kur mbaron punë, i futet prap imani në trup. Po mirë, thotë pyetje ose pyetja. Nëse vdes në atë gjendje, pra që imani është mbi trup, do të thotë se ka vdekë qafir? Jo. Po mirë, Allah hadithi është i qartë. Imani ngrihet mbi trup. Komenti, ngrihet imani i plot. Jo baza e imanit. Imani i plot ngrihet, ndërsa baza e imanit është argumenti se kjo vepër nuk është shirk, as nuk është kufër. Është gjuna i madh. Dhe në besimin e Ehlus Sunnetit çfarë thuhet? Kush bën një gjuna të madh nuk del nga feja. Kush bën një gjuna të madh nuk del nga feja përveç se nëse thot kjo gjëja është halal. Nëse thot ligji është halal dhe ky ndryshon ligjin e Zotit, këtu ka dal nga feja jo se e bëri, po këtu ka dal nga feja se ndryshoi ligjin e Zotit. E qartë? Kështu që quhet mëkatar, quhet mëkatar. A lejohet të hahen këmbët e zhabave? Jo, nuk lejohet, për dy arsye. Arsyeja e parë, pejgamberi sa ka ndaluar që të vriten bretkosat.
ka ardhur një burr tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i cili bënte një lloj ilaçi shumë të rrallë nga lëkurat e bretkosave. E ndaloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që t'i vrasë bretkosat për këtë ilaç. Arsyeja e dytë pse bëhet haram, shkëputja e gjymtyrës së një kafshë të gjallë për së gjalli e bën gjymtyrën në gjykimin e gjës së ngordhur. Shkëputja e një gjymtyre nga kafsha e gjallë e bën gjymtyrën e shkëputur në gjykimin e ngordhësirës. Për shembull, vjen dikush tek një viç, kot po themi, kot, dhe i kput kofshën. Dhe e lidh pastaj atë ja qep për shembull. A mund ta haj këtë kofsh? S'lejohet, quhet e ngordhur, quhet ngordhësirë. Pse se e ka kput për zgjalli? Kafsha bëhet halal vetëm nëse theret, dhe therja duhet jetë me bismillah nga një person i cili është musliman, ose i krishter, ose hebre. E nëse bëhet siç është rasti i zhabave, s'bën. Pra, dy arsye. Një, se ka ndalesë nga pejgamberi alayhis salam, dhe arsyeja e dytë, çfarë shkëputet për gjymtyrëve nga kafsha e gjallë, ka ligjin e coftinës, ka ligjin e ngordhësirës, për këtë arsye bëhet haram. Në familje mbajmë një mac, pra ka për qëllim mace, për 6 vitesh, po ndërkohë një mac tjetër, pra një mace tjetër, vjen aty tek ne. Dhe maci jon, pra macja, ka për qëllim gjithmonë macen, lindi dhe 2 maca të tjera, 2 klysh të vegjël. Dhe tash ato maca janë bë 5 mushe të mëdha, por po na shkaktojnë papastërti nëpër shtëpi. Sepse nuk janë mësuar të shkojnë në banjo e me vesh pampersa. E nona është duke më kërku, thot që një muj me i hek. Urgjent, ishi. Përderisa ta ka kërku nona, boj njoftim në Instagram, thuj, dhuroj mace, do të vërsulen të dashuruarit pas maceve për macet. Hiqi. Edhe unë për vetën time nuk e këshilloj. Për shkak të papastërtisë, për shkak të erës keqe dhe për shkak të shumë arsyeve, unë nuk do ta këshillojsha. A mund të falem në kuzhinë nëse brenda në frigorifer ka pije alkolike? Po. Vetëm falu. Më bie që ta falim namaz me një shok shpesh, por ai është neglizhent ndaj namazit, por e fal mirë faktikisht. A mund bëhet ai imam? Po. Mund bëhet. Ka marrë abdes për ikindi dhe kur erdhi acia ishta me dyshje, a kam apo jo abdes, nuk më kujtohet, a kam prishur apo jo. Në këtë rast dyshimi nuk merret konsiderat. Kush është i sigurt për një gjë dhe pastaj hyn dyshimet se mos kjo gjëja që ka bër apo se ka bër ka ndryshuar status, dyshimi nuk ka efekt. Pra, unë në ikindi kam marrë abdes, erdhi vakti i acis, dyshoj se mos nga ikindia deri në aci e kam prish, kam abdes. Unë mbas ikindia jam i sigurt se kam prish abdesin dhe erdhi acia ose akshamin. Tani unë dyshoj, ore, mora abdesun apo jo? Je pa abdes. El yaqinu la yazulu bishak. Siguria nuk asgjësohet për shkak të dyshimit. A mund ta bëjmë dhikrin e mëngjesit mbas lindjes diellit dhe dhikrin e mbrëmjes mbas perëndimit diellit? Kurani thot, përmende Allahun para lindjes diellit, përmende Allahun para perëndimit diellit. Kështu që thon dietarët e Islamit, dhikri i mëngjesit dhe i darkës bëhet mbas mëngjesit deri në lindjen e diellit dhe mbas ikindie deri në perëndim diellit. Po nëse njeriu për arsye ose tjetër nuk e ka bër, mund ta bëj edhe mbas lindjes diellit, mund ta bëj edhe mbas perëndimit diellit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam udhtimin e Isras dhe të Miraxhit e ka bër fizikisht apo shpirtërisht, sepse kam lexuar që thuhet se e ka bër shpirtërisht. Jo, s'është e vërtetë. Udhtimi i Isras dhe Miraxhit është bër fizikisht, me trup dhe me shpirt. Dhe çdo gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka transmetuar siç e ka përjetuar dhe këtu qëndron efekti mrekulli i kësaj ngjarje. Se në ndër njeriu
puna është t'ishte me trup. Kështu që Allahu tha në Kur'an, Subhanalladhi asra bi abdi. I lirë nga çdo emet është Allahu, i cili robin e tij e mori nga xhamia e shenjtë e Mekës për në xhamin El Aqsa. Zoti e çliroft nga duart e pushtuesve. Amin. Kështu është meseleja. Ndërsa pejgamberi sa më ka treguar ngjarjet çfarë ja ndodh. Erdhi Xhibrili, kishte me vete burakun, më uli, ma çau gjoksin, ma nxorri zemrën nga gjoksi, ma mbushi me dritë, me nur, me jekin, që të përballojsha mrekullit, që do të shifte. Pastaj i jepëm buraku ku i shifte siju, i prekte këmba, shkum në Quds. Atje ishin gjithë pejgamberët e Zotit, po e pritshin. Pejgamberi sasem ju ofrua qumshti dhe ju ofrua vera. Xhibrili ja bëri me shenjë që kap qumshtin, natyrshmërinë. Pastaj u bë imam për gjithë pejgamberët e Zotit. Pastaj u ngjit për te Allahu xhalla xhelaluhu, qiellin e parë takoi Ademin alayhis salam, foli me të, e përshëndeti. Qiellin e dytë Jusufin, qiellin e dytë Isain dhe Zekeriain dhe Jahjain alayhim salam, dy çunat e tezës, dy kushërit. Qiellin e tretë Jusufin alayhis salam, qiellin e katërt Idrisin alayhis salam, qiellin e pestë Musain alayhis salam, qiellin e gjashtë Harun alayhis salam, qiellin e shtatë Ibrahimin alayhim as-salatu was-salam. Ka folë me ta, ka komunikuar me ta, pastaj kalojnë Sidratul Muntaha, pastaj mas Sidratul Muntaha kthehet Xhibrili pas se nuk kishte drejta kalonte atë kufi dhe ka vazhduar vetëm deri tek perdja e nurit. Pra ka fol me Allahun e ka pas mas perdes. Allahun e ka pas mbas perdes. Pra ka qenë nga rastet e veçanta që pejgamberi ka fol me Allahun pa ndërmjetësues. Dhe Allahu i ka thënë, o Muhammed, urdhëroj umetin tënd që të falet 50 herë në ditë. Dhe pastaj e dini, nga Allahu tek Musai, derisa i ka thonë Zoti, 5 nuk ndryshohet më fjala ime. 5 sa për 50. Ka shku tek Musa alayhis salam, ka thonë Musa alayhis salam, ktheu prap, se bëjnë dot njerëzit 5-ën. I tha pejgamberi selam, jo, nuk kthehem më, se Zoti tha nuk ndryshon më fjala ime. Pra, kështë e fundit. Nësa historia që kur ka shku pejgamberi sa se me taku Allahun, i ka thonë tehiyatu lillahi wa salavatu, Allahu i ka thonë selamu alejke ju an nebiju wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pastaj me lajket që e kanë gjuhë bisedën kanë thonë selamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Pastaj gjithë në kor, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasul. Nuk është e saktë, se ekziston asnjë libër. Se ka e kanë gjetë, si e kanë saju, se si e kanë qenis, ka që bukur që thotit tjetë e vërtet. Sepse, shkoj pejgamberi, i tha, tehiyatu lillahi wa salavatu wa tayyibatu. Përshëndetjet, bekimet, janë për ty o Allah, o Zoti im. Çdo mirësi dhe bekim dhe mëshirë është vetëm prej teje. Më thonë, logjikisht funksionon. Zoti tha, selamu alejke ju anë nëbi. Mirë se erdhe, merhaba. Bekimet e mia qofshin mbi ty, o profet. Me lajket kërë e gjuhën, këtë thanë, po edhe mbi ne, selamu alejna. Edhe mbi ne qofshin mirësi dhe bekimet dhe mëshira e Zotit. Pastaj pak qetësi, pastaj gjithë në korë. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu. Kështu logjikisht funksionon, ha? Po ta marrësh e bukur shumë, po s'ka argument, fatkeqësisht. Ka vajt. Është një orë në një shtëpi të pabanuar, a lejohet të marrë më nga aty? Lejohet, s'ka asnjë problem. E kemi ajet kuranor. Nuk e keni gjunat që të hani nga shtëpit që nuk ka në to banor. Pra që janë lanë, për shumë, si që në tani fshatrat. Janë fshatrat që janë boshatis, po shifsha i ditë e lajmet, subhanallah.
fshatra të tëra apo të boshatisura. Nëse të bie rruga neja, lejohet me hungër prej pemët, fiq, rrush, dardha, moll, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. E fundit fare për sot dhe me këtë po e mbyllim. Kur je udhëtar dhe ke fal namazin e drekës dhe ti ke ndis nga 2 rekate, kam dëgjuar që nëse qëllon që të dëgjosh ezanin e ikindis dhe afër një xhamie duhet të bashkangjitesh xhamatit. Jo, është gabim. Nuk është e vërtetë. Mos ngjot çdo kënd që flet. Mjaftohemi me kaq inshallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.